vegjël shumë. Mos lëndoni nëna syrin e pa gjumë, të gjitha do i dhuroja, kaj të lumtur ti shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë ban. Të gjitha do i dhuroja, kaj të lumtur ti shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë ban. Mos ju prishni lumturin, mos ju prekni dashurin, as kërkush mos ta provoj, se nëna cure jo. Fjalla me kudo në bot, s'ja me zemra në dashurin, mirë me qesi të zikon, se nëna linjerin. Kjo dorë që tundi djetin, gjithë botën e sundon. Mos ju prishni ëndra, janë të vegjël shumë. Mos lëndoni nëna syrin e pa gjumë, të gjitha do i dhuroja, kaj të lumtur ti shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë ban. Të gjitha do i dhuroja, kaj të lumtur ti shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë ban. Mos ju prishni lumturin, mos ju prekni dashurin, as kërkush mos ta provoj, se nëna cure jo. Fjalla me kudo në bot, s'ja me zemra në dashurin, mirë me qesi të zikon, se nëna linjerin. Kjo dorë që tundi djetin, gjithë botën e gëzon. Një qershori është një ditë që na kujton zërin më të bukur të kësaj bote, zërin e fëmijëve. Atë që këndon, qesh, pyet, ndëron, dhe që na kujton se lumturia është shumë më e thjeshtë nga që mendojmë. Është në një përqafim të pastër, në një të qeshur të qiltër, në një pyetje naive që fshe brenda kureshtjen e pafundme për jetën. Sot, në programin fluturues të fëmijëve, fluturojmë bashkë me ta, me fëmijët që luajnë, recitojnë poezi, ballozojnë në tingujt e një kënge që na bashkon të gjithëve. E duam lumturin. Dhe sidomos e duam, kur ajo shihet në sytë e një fëmije që ndihet i lirë, që kërkon t'i prek yjet me duar dhe të ndërroj pa kufi. Urime në qershori. Urime. Johana, po më tregon se çfarë aktivitete po bëjmë këtu? Po kena me i bëj lulen. Kemi me i boj lulet, po cilën ditë po e shënojmë sot? Festa e kujt është? Festa e fëmijëve. Sot është dita e fëmijëve. Dita e fëmijëve, a ke ndonjë urime për ditën e fëmijëve? Po. Çka dëshiron t'ju thuash fëmijëve në gjithë botën që po na shikojnë? Të dua fëmijë të dashur. Në ime qershori dua shumë. Çfarë, po më tregon mua se çfarë po punon aty? Pe bëj momën edhe babën. Je duke i vizatu prindrit e tu. A ke ndonjë urime për një qershorin për fëmijët që po na ndjekin? Po. Çka dëshiron t'ju thuash atyre? Kukla. Dëshiron atyre t'ju blesh shumë kukulla? Të gjithë fëmijët meritojnë të jenë të lumtur dhe të luajnë me lodra, apo jo? Po. Kjo ditë është më shumë se fest. Është një kujtesë që çdo fëmijë ka të drejtë të jetojë në paqe, të rritet në dashuri, të luajë në liri dhe të zhvillohet pa frikë.
është një thirrje për secilin prej nesh, të dëgjojmë më me kujdes, të kuptojmë më me zemër dhe të mbrojmë me të gjitha forcat buzëqeshjen e tyre, sepse aty ku ka një fëmijë të lumtur, ka një botë që rrezaton shpresë. Në çdo edicion të programit fluturues, kemi parë sa larg mund të fluturojnë fëmijët kur u jepet hapësira, siguria dhe mbështetja që e meritojnë. Kemi dëgjuar ëndrat e tyre, idetë e tyre të mençura dhe i kemi parë të ndriçojnë botën me praninë e tyre. Sot e gjithë kjo merr kuptim edhe më të madh, sepse një shoqëri që u jep fëmijëve mundësinë të rriten të lumtur, është një shoqëri që rritet vetë me dinjitet. Gëzuar një qershorin të gjithë fëmijëve. Fluturoni lart, ëndrroni pa kufi, luani lirshëm dhe mos ndalni së besuari në mrekulli. Unë jam një blit me krahët të lit, fluturoj si irat në përlule shira. Në male të lartë për të mbledra shumë mjallë. Që do mjallin as më thua? Si që dua, mjallin e uruar do të ha gëzuar. Dimit për bëftas të mirë, veç asaj që dua, për thimëzë të mirë që më banë zhua kohën e vështirë. Për ti që s'pënën, më thua si jetën. Unë kur të dua vitet të në qua, hanga mjallë juaj dhe nuk rritën uaj. Vjen ti atje vjen! Pashës se të gjenë, mjallin në mbroj dhe pic të pickaj. Ju jeni arsyeja pse kjo botë është më e mirë. Dhe ne jemi këtu për t'ju mbrojtur, për t'ju dëgjuar dhe për t'ju dashur çdo ditë.